Faleminderit, po nuk besoj që një kërkesë për shtyrje afati komisioni mund të zaurohet në 3 minuta me gjithë debatin në konferencën e kryetarëve. Dhe për sa i përket kërkesës, përmbledhjet saj është shumë e thjeshtë, logjike dhe e argumentuar. Komisioni i reformës territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Sillni një raport përfundimtar për një punë jo përfundimtare dhe jeni në alogjizëm logjik dhe në alogjizëm politik. Nuk mund të ketë një raport komisioni kur komisioni nuk ka zbatuar procedurën e tij, nuk ka produktin e tij. Komisionet dërgojnë produkt në seancë plenare dhe i nënshtrohen procedurave dhe raporti që ju e quani final as nuk është dorëzuar në mënyrë ligjore, as nuk është debatuar në komision, as nuk është diskutuar dhe as nuk është votuar. Po, komisioni ka kryer punën e tij deri në momentin që ka realizuar vlerësimin e reformës së vitit 2014. Dhe puna e komisionit duhet vazhdoj në seancat dëgjimore si kusht kryesor të miratuara në projekt kalendarin e tij, që është marrëveshja midis komisionit dhe seancës dhe kuvendit. Duhet vazhdoj sepse 1/3 e Shqipërisë nuk ka realizuar dëgjesën dhe kjo është Tirana. Jo vetëm kaq, dhe dëgjesat tematike nuk janë zhvilluar, nuk janë realizuar, dhe dëgjesat ligjore nuk janë realizuar, dhe dëgjesat me kryetarët e bashkive nuk janë realizuar, dhe dëgjesat sipas kërkesës që kanë dorëzuar shumë komunitete nuk janë dëgjuar. Dhe përderisa kjo punë nuk është përfunduar, përderisa komisioni nuk ka një produkt, nuk po flasim konsensual, sepse është jashtë çdo parashikimi. Atëherë, ky komision duhet patjetër që të kërkoj shtyrjen e tij. Në emër të këtij komisioni, si bashkëkryetar, kam kërkuar shtyrjen e afateve të komisionit. Nuk është as gjë e re, as e padgjuar, as e pambështetur në ligj, pothuajse të gjitha komisionet hetimore apo posaçme, parlamentare, në historinë e këtij kuvendi janë shtyrë, sepse nuk është koha bazike. Një sfidë logjike shumë e thjeshtë. Po mirë më, sikur ky komision kishte Përfundoni, lut. Sikur ky komision kishte përfunduar punën e tij para atij afati të famshëm që keni vënë ju. Çfarë do bënim ne? Do prisnim datën e afatit që pastaj dilshim në konkluzione? Jo, më nuk është koha kryesore. Kryesore është përmbajtja. Nuk është reforma koha. Reforma është përmbajtja dhe thelbi i këtij komisioni është produkti i tij dhe produkti i tij nuk është thjesht një raport. Është procesi që të çon tek konkluzionet, është mendimi i marrë nga grupet e interesit, nga bashkitë, i marrë nga qytetarët që në fund do produktoj një reformë e cila sipas jush duhet rezistoj 10 apo 20 vite, sepse ajo që bët ju rezultoi që ishte tërësisht politike dhe mbi këtë doni të bëni prap një reformë akoma më politike, duke shkrirë bashki që vërtet janë performante, duke shkrirë bashki që çojnë shërbim tek ata qytetarë që kanë bet, duke shkrirë bashki që të paktën realizojnë atë që sot Evropa e kërkon, përfaqësimin e qytetarëve në pushtetin vendor. Kërkesa jonë është një kërkesë legjitime, kërkesë që rëndon peshën e çdo deputeti këtu të Parlamentit të Shqipërisë dhe ju të majtët, që nuk e dini cila bashki do shkrihet, që keni reaguar për bashkitë ku jeni përfaqësues vogla që mund shkrihen, që nuk jeni pyetur për këtë, rëndon mbi ndërgjegjen e çdo kryebashkiaku që sot nuk e di se çfarë do ndodh me bashkinë e tij dhe rëndon mbi shpinën dhe ndërgjegjen e çdo përfaqësuesi politik, sepse janë shmangur të gjitha hallkat e konsultimit, jo vetëm publik, por dhe parlamentar, por dhe politik. Prandaj ju lutem shumë
merrni përsipër përgjegjësinë e jetës suaj. Votoni sot shtyrjen e afateve të këtij komisioni, sepse nuk i bëni nder opozitës, i bëni nder vetes dhe i bëni nder parlamentit. Faleminderit. Faleminderit. Dhe dy folës, një folës